Deputetja e zgjedhur e Kuvendit të Kosovës Gjuda Baje ka reaguar me një postim të gjatë pas zhurmës që shkaktoi kërkesa e saj për krijimin e një komune me shumicë bosnjake në Kosovë, kërkesë kjo që e ka vendosur si kusht për përfshirje në çdo koalicion qeverisës, qoftë me Albin Kurtin, qoftë me partitë opozitare. Baje thekson se kjo nuk është një kërkesë e re për një aspirat mbi 20 vjeçare komunitetit bosnjak në Kosovë. Ajo kujton se ndonë se serbët patën kërkesa për komuna të veçanta në kohën e bisedimeve në Vjenë, bosnjakët nuk e ngritën të çështja atëherë, por zgjodhën ta bëjnë në përputhje me ligjet e Kosovës. Ne nuk kërkuam komunë në Vjenë kur serbët bënin presion për komunat e tyre, por pritëm ta bëjmë atë në përputhje me ligjet tona, shkroi ajo, duke shtuar se kërkesa nuk ka të bëjë me monoetnicitet. Baje thekson se bosnjakët nuk është shtet rezervë, se Kosova është ateu i tyre. Ajo përmend rolin e këtij komuniteti në proceset kyçe shtet formuese, përfshirë firmosjen e deklaratës së pavarësisë dhe votimin e ligjeve të rëndësishme në kuvend. Sipas saj, kërkesa për një komunë është një hap administrativ që të mundësojë shërbime më të lehta për qytetarët bosnjak, pa dëmtuar bashkëtesën me shqiptarët. Ne jetojmë me ju pa problem, fëmijët tanë mësojnë shqip dhe historikisht jemi bashkëtuar. Nuk kemi nevojë për asociacion tjetër përveç atij të Kosovës, shkruan ajo, duke u bërë thirrje skeptikëve të mos e barazojnë këtë iniciativë me modelin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në fund, Baje kërkojnë qetësi dhe mirëkuptim duke theksuar se çdo proces për themelimin e komunës do të jetë i gjatë e institucional, prandaj nuk ka vend për frikë dhe urrëtie.